E gjithë Spanja është përfshirë nga një errësirë që ka ndodhur mëngjesin e sotëm. Sipas mediave spanjolle, rajone të tëra në Portugali dhe Francë janë prekur nga ndërprerja e energjisë elektrike. Ndërprerja e energjisë elektrike ka shkaktuar probleme të mëdha ndërsa janë dëmtuar shërbimet e transportit. Metrot kanë njoftuar një ndërprerje të përgjithshme të energjisë elektrike e cila po pengon funksionimin normal të të gjitha linjave në rrjetin e saj. Metroja dhe tramvaji në Barcelonë janë jashtë funksionit, ndërsa metroja dhe trenat periferik në Madrid janë të ndalur. Metroja është jashtë funksionit edhe në Valencia dhe Sevilla, ndonse Ministria e Transportit siguron që gjeneratorët po përdoren. Kaos trafiku mbizotron gjithashtu, pasi semaforët nuk funksionojnë dhe drejtuesit e mjeteve nuk dinë çfarë të bëjnë. Raportohet për probleme me linja telefonike. Në të njëjtën kohë, energjia elektrike nuk është rikthyer në aeroportin e Barajas. Për momentin nuk dihet shkaku i ndërprerjes, ndërsa një nga skenarët që autoritetet po hetojnë është një sulm kibernetik. Në qytete të tilla si Sevilla, Barcelona dhe Pamplona, shërbimi nuk është rikthyer ende. Pjesë të Francës gjithashtu duket se janë prekur. Sipas raporteve të mediave spanjolle, linja telefonike raportohet gjithashtu të jenë të ndërprera në të gjithë Spanjën.